Një aksident I rënd ka ndodhur këtë të hënë tek thesa e Babrus në Unazën e Madhe. Dy këmbësore të cilat po kalonin trafikndarsen janë përplasur nga një automjet. Aksidenti fatal për një grua të moshuar u regjistrua rreth orës 9:35 minuta të kësaj të hëne pranë mbikalimit të Babrus, një nga segmentet e Unazës së Madhe të kryeqytetit. Policia tha se ngjarja ndodhi kur një automjet drejtuar nga një 35 vjeçar me iniciale RQ ka përplasur shtetaset Lena Stafa rreth 72 vjeçe dhe Hatie Muqa rreth 66 vjeçe, të cilat sipas policisë dyshohet se po kalonin trafikndarsen. Si pasojë ka humbur jetën shtetësia Lena Stafa dhe është dëmtuar gruaja tjetër që e shoqëronte. E plagosur është dërguar në spitalin e traumës në Tiranë ku po merr ndihmë mjekësore. Drejtuesi I automjetit është shoqëruar në komisariat për kryerin e veprimeve të mëtejshme procedurale. Ende nuk dihet pse gratë po kalonin në këtë pjesë të rrugës kur ajo është e bllokuar për kalimtarët.